Protesta e fermerëve para Ministrisë së Bujqësisë ka rikthyer në qendër të debatit politikën e mbështetjes për sektorin bujqësor. Qindra fermerë kërkuan rikthimin e skemës së naftës pa taksa, duke paralajmëruar se me çmimin aktual të karburantit, shumë prej tyre nuk arrin më të punojnë tokën. Sipas tyre, kostoja e lartë e prodhimit po i detyron ose të rrisin çmimet e produkteve ose të heqin dorë nga bujqësia, duke rrezikuar prodhimin vendas. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë ka bërë të qartë se çështja e naftës nuk negociohet dhe se çdo rishikim i skemës së mbështetjes mund të ndodhë vetëm në vjesht. Në këtë situatë lind pyetja: apo lë politika e bujqësisë shqiptare pa mbështetje në një moment kritik për prodhimin vendas? Në lidhje me këtë çështje do të diskutojmë sot me zotin Fatos Fico. Zoti Fico, fermerët thonë se me naftë 230 lekë për litër nuk prodhohet dot në Shqipëri. A është heqja e naftës pa taksa një goditje direkte për bujqësinë vendase? Po, është e vërtet, nuk është vetëm, në fakt nuk është vetëm heqja e naftës, pra nuk është vetëm heqja e naftës që shpërndahet pra me tallona tipur, naftën e rimbursuar pra ku ishin hequr taksat, por janë një seri faktorësh të tjerë. Por po të mbetemi ke nafta, sigurisht që është pjesa më e dukshme dhe më e prekshme. Të dhënat e fundit thonë që po mbyllet shumë më pak nisër, se sa është mbjellë në vitet e tjera, për shkak se janë shtrënguar shumë punimet e tokës pra plugimi, frezimi, mbjellja e kulturës, mbjellja e nisrit. Edhe problemet reale me qumshin, me mishin, me djathtin, pra si nën produkte, do t'i shikojmë më vonë, do t'i shikojmë në vjesht, kur do të kemi mungesë ndoshta të bazës ushqimore, pra për dektorinë si misri ose bimët e tjera, pra që përdoren si bazë ushqimore për dektorinë. Dhe ato do të vinë nga importi, për sigurisht që dhe nga importi do të vinë me çmime të rritura. Që këto çmime që po paguajnë tani fermerët, qoftë për punimet, qoftë për ushqimet, pra për dekorinë, qoftë për vlerat kimike, janë ende të ulura, sepse një pjesë e madhe e këtyre furnizimeve pra ishin furnizime të mëparshme që përpara krizës, dhe të gjitha furnizimet e reja do të vinë me çmime të shtuara. Unë kam dërguar dhe një grafik me çmimet që mendohet, që presupozohen pra në bazë të një skenari të thjeshtë, si do të ecin për çmimet e tjera kimike. Dhe kuptohet që bëhen të pa përballueshme. Ndërsa heqja e çmimit të naftës, heqja e naftës pra pa taksa, nga një anë ndoshta është mirë sepse me naftën po abuzoi, shumë fermerë nuk përfitonin direkt, sidomos ato që kishin toka me qira ose kishin prona me qira e përfitonin këtë naftë, përfitonin pronarët dhe jo ata që në të vërtet punonin, ose dhe abuzimet tjera. Por kjo nuk do thotë që nafta t'hiqet, sepse nafta është baza e punimeve në bujqësi. Dhe në këtë sens do të jetë goditje shumë e rëndë. Qeveria, sidomos në këtë moment, minimalisht do të kishte nxitur pra, do të kishte mbajtur, do të kishte ruajtur të paktën naftën pa taksa për ato sektorë të bujqësisë që menaxhojnë, që punojnë mekanikën, pra për gjithë ato që kanë mekanikën bujqësore, për traktoristët ose ato që kanë mjetet e tjera. Të paktën ato do të ofronin shërbime me kosto më të ulura, pra nëse ne mendojmë që do të fustojmë, po shkojmë kundër abuzimeve që mund të jenë bërë, por ama me këtë heqje, pra me këtë eliminimin kemi djegur gjithë. Dhe patjetër që punimet do të jenë me kosto shumë të larta ose njerëzit thjesht nuk do t'i bëjnë sepse kostoja është e pa përballueshme. Dhe kjo është edhe në kundërshtim me praktikën europiane. Në praktikën europiane, nafta, dizeli që përdoret në bujqësi është dizel që blihet nga fermerët pa taksa, dhe këtë dizel lirë, pra këtë naftë lirë del si fermerët që janë subjekt të TVSH-s, që janë pjesa më e madhe e fermerëve në Europë, por edhe fermerët e vegjël si në Shqipëri kanë të drejtë ta përfitojnë naftën pa taksa. Kjo goditje do të mund të zbute ose të amortizojë vetëm nëse do të kishte ndihma shumë të mëdha indirekte pastaj nga qeveria për prodhimin bujqësor, pra qoftë në formë direkte, pra në formë grantesh ose në forma tjera për të ulje taksas
ulje taksash për ose heqja e TVSH-s për inputet bujqësore, por sidomos me grantet direkte, pra që mund përfitonin fermerët për të kompensuar pra çmimin e lartë të naftës. Për momentin nuk ndihen pasojat, se pasojat ndihen, reflektimi i çmimeve ka filluar, çmimet janë shumë të larta se ato që ishin përpara luftës, por ato do ndihen shumë më tepër pas 2-3 muajsh dhe do ndihen akoma më shumë në fund të vitit. Qeveria argumenton se skemat e mbështetjes do të rishikohen vetëm në vjesht, por fermerët nga ana tjetër thonë se problemin e kanë sot. A është kjo një vonesë që mund të kushtojë sezonin e prodhimit? Po, pikërisht, është një vonesë shumë e madhe, në vjesht ka marrë fera oratën, për të nuk ka çfarë të ndodhë, do të thënë do të fillojë sezoni i ri bujqësor, por deri atëherë do të jetë shumë vonë, sepse e thash pak më parë që tani ishte sezoni kur bëhet mbjellja e nisit dhe nisi është bazë për dektorinë, por jo vetëm për dektorinë. Gjithashtu janë plera kimike që duhet hidhen për grurin dhe për kultura tjera bujqësore dhe në verë do të jetë kolja e grurit po ashtu me kosto shumë të lartë, pra me çmimet e reja që do të ketë nafta. Pa përmendur këtu kostot e tjera, pra indirekte shtesë që nuk kupton nafta, pra ose nafta ose dhundet e tjera energjetike si gazi natyror, për shembull në përpunim, ose në ambalazhim, ose për çdo gjë tjetër. Edhe ambalazhimi për shembull ka pasur probleme bllokimi i naftës, bllokimi pra i gazit nga ngushticën e Hormuzit ka shkaktuar efekte zinxhir dhe një nga ato është dhe që prodhohet më pak plastik, pra prodhohet më pak do të ketë pra probleme dhe me ambalazhimin e produkteve, pa folur që do të rriten shumë kostot e përpunimit, sepse gazi i lëngshëm, pra jo vetëm nafta, por gazi i lëngshëm për shembull përdoret shumë si lëng kryesore energjetike për fabrikat e përpunimit. Dhe kostot do të vinë të shtuara për djathtin, për qumshtin, për çdo një produkt tjetër vektoral. Kështu që në këtë sens që qeveria të presi që ti vjeshta për të bërë një shpërndarje të fondeve dhe nuk kuptohet që këto fonde të cilat do të rishikohen nga qeveria në vjesht, pastaj fermerët do t'i përfitojnë në dimër, është shumë vonë, është në si vonë. Zoti Fico, nëse fermerët ndalojnë së punuari tokën për shkak të këtyre kosteve që ju edhe i përmend, do ta rrezikon Shqipëria të bëhet edhe më e varur nga importet ushqimore? Po, është e vërtetë trendi është ky pra që importet ushqimore arritur nga viti në vit. Megjithëse kemi pasur më shumë turistë, por kërkesa më e madhe pra nga turistët nuk është përkthyer në rritje të prodhimit të fondas pra për të përgjigjur kësaj kërkese më të madhe. Ajo është zëvendësuar, kjo rritje e kërkesës është zëvendësuar me rritje më të madhe të importeve. Dhe është rritur shumë dhe deficiti tregtar që ne kemi tek ushqimet. Pra, importojmë rreth 1 miliard e 600 milion euro produkte ushqimore dhe eksportojmë diku tek rreth 600 milion euro prodhime bujqësore. Pra kemi një deficit tregtar prej 1 miliard euro. Dhe problemi kryesor është që ky deficit është rritur nga viti në vit. Dhe aq më tepër pra në kushtet e krizës kur prodhimi vendas rrezikohet shumë nga mungesa e energjisë, mungesa e naftës, rritja e kosteve, rritja e plierave kimike, rritja e pesticideve që do të vinë më vonë, po për investimet e reja plasmasi serave do të jetë më i shtrenjtë. Pra çdo kosto do të rritet, kuptohet që prodhimi jon do të rrezikojë shumë, sepse fermerët shqiptarë nuk kanë kapitale, nuk kanë kapital të mjaftueshëm për të investuar sasi të mëdha, dhe ky kapital që tregon gjendja aktuale që ato e kanë vështirë ta shtojnë sasinë e investimit dhe kuptohet që me kosto të shtuara do të jetë akoma më vështirë për ata që ata të investojnë më shumë para. Por aq më tepër kjo i bë ata kundrejt një rreziku më të madh, kundrejt një risku më të madh dhe përgjithsisht fermerët shqiptarë nuk e preferojnë riskun, nuk e pëlqejnë riskun dhe do të preferojnë më shumë të emigrojnë ose të punojnë në Greqi ose të punojnë diku tjetër, se sa të marrin një risk të shtuar pra kundrejt investime më të larta për prodhim të njëjtë me më parë.
aq më tepër duke ditur që vendet e tjera kanë marrë masa ose do të marrin masa shpejt dhe janë në gjendje të përgjigjen më mirë krizës se sa vendi jon, ato do të përballen me një konkurrencë shumë të fortë. Dhe kjo konkurrencë ekziston pra. Për shembull, grurin e dim që na vjen nga Ukraina, na vjen nga Rusia, misri vjen nga Serbia, qumshti vjen nga shumë vende, djati na vjen nga shumë vende. Pra, fermerët do të përballen me konkurrencën e vendeve tjera ku subvencionet janë shumë më të mëdha dhe ndihmat, sidomos ndihmat emergjente, do të jenë shumë më të forta dhe shumë më të mëdha. Kështu që në këtë sens, jo vetëm pamundësia për të investuar më shumë kundrejt kostove të rritura, por edhe risku, pra rreziku që i përballis me një konkurrencë shumë më të fortë në të ardhmen, me çmime shumë më të larta pra nga fermerët tanë, do ta bërë në vështirësi tregun. Dhe aq më tepër dihet që tregu jonë, sidomos tregu vendas, ka fuqi derisi të ulët, pra arrim të konsumuarim deri në një sasi çmimit të caktuar, shumë dhe vu3, nëse vu3, por domate të krijuar gjitha zhurmë sepse çmimi arriti një nivel të caktuar dhe shumica e njerëzve thonë që ne nuk do të blejmë më. Pra kanë një kufi rritje e çmimeve në Shqipëri dhe fermerëve ashtu si më parë do të ngelim malli stok i pashitur me gjithë se do të jenë të detyruar të investojnë më shumë para. Por kësaj i përgjigjet importi, pra tregtarët janë në gjendje të sigurojnë importe më të lira dhe kjo sigurisht që e bën problemin shumë më të vështirë dhe shumë më kompleks për fermerët. Zoti Fico, në shumë vende të rajonit bujqësia subvencionohet. Pse Shqipëria vazhdon të ketë një nga nivelet më të ulta të mbështetjes kundrejt fermerëve? Atëherë për këtë duhet pyetur politikanët, për tradit, pra u bën dekada që Shqipëria e financon në nivele shumë të ulta bujqësinë. Nga një anë, për fat të mirë, po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, nëse do të integrohemi shpejt, pra nëse do të bëhemi shpejt pjesë e strukturave europiane, përgjigjja që ka ose politika që ka Bashkimi Evropian për bujqësinë është gjëja më e mirë që mund të kemi dhe ne. Kuptohet që niveli atje është shumë i lartë për shkak sepse vendet janë të zhvilluara, ekonomitë janë të forta. Pra, bujqësia kërkon para nga ekonomia tjetër. Në Shqipëri dhe ekonomia tjetër nuk është aq e zhvilluar që të jetë në gjendje të mbajë bujqësinë. Përkundrazi bujqësia nga të gjitha qeveritë ose nga të gjitha politikat që janë bërë është parë si sektor nga ku të merren para për të çuar në sektorët e tjerë. Pra, në rast të parë duhet të ndryshojë përqasja që bujqësia nuk mund të jetojë pa subvencione, pa grante. Bujqësia nuk mund të mbjetojë me kredi, sado edhe kredit me interes zero sportiv nuk janë në gjendje të shtryen fermerët, ose pjesa më e madhe e fermerëve nuk është në gjendje të shtryen. Kërkojnë grante pra dhe subvencione siç i ka Europa tashmë prej 60 vitesh. Kështu që në këtë sens patjetër duhet të parafrohemi sa më shpejt me politikat europiane. Këtë vit është bërë një hap i mirë, pra jo aq në rritjen e fondeve, sa mënyra se si ndahen fondet. Pra mënyra e ndarjes fondeve ose subvencioneve këtë vit i përngjan ose është ngjashme me fondet e politikës europiane, ku janë dy shtylla kryesore. Një shtyllë është mbështetja direkte që jepet fermerëve, pra e bazuar sidomos në sipërfaqen e tokës që kultivojnë, dhe mbështetja tjetër lidhet me zhvillimin rural ose me ndihmën që jepet për shembull direkt fermerëve për aktivitetin që kryen. Për shembull ndihma ose grantet për fermerët e rinj, ose ndihma për mekanizimin, ose ndihma që jepet për certifikuar prodhimin, ose për të pasur një prodhim më cilësor si prodhimet bio. Pra kjo ndarje që bëhet për herë të parë për bujqësinë shqiptare është një gjë e mirë. Por fondet janë të vogla dhe sidomos mënyra me sa pas së fundmi se si diskutohet pra që qeveria kërkon që të financojë ose të paktën si thot një pjesë e qeverisë që kërkon që të financojë vetëm fermat me sipërfaqe mbi 3 hektar është e gabuar. Për ne akoma fermerët kanë shumë nevojë për shtyllën e dytë, pra për zhvillimin e fermës. Kanë nevojë që të mbështeten me kapital, me teknologji, në mënyrë pra që të rriten investimet. Ato subvencione që mund t'japim ne për hektar dhe që thuhen në nivelin e 100.000 lekëve të reja,
janë 100.000 lekë në fakt të vjetra, nëse nuk gaboj, janë të ulta, janë shumë të ulta dhe po janë 100.000 lekë të vjetra, janë shumë të ulta dhe janë shumë më pak se subvencionet që jep Bashkimi Evropian. Dhe këtu vlen edhe gjëra tjetër, pra që duhet ditur që fermat në Europë janë ferma shumë të nda dhe përfitojnë nga sipërfaqe. Pra një fermë mesatarisht në Europë ka sipërfaqe për 20 hektarësh, por fermat që përfitojnë më së shumti nga ky sistem janë ferma që kanë së paku 5-10 deri në sipërfaqe që shkojnë në 100 hektarë. Pra dhe subvencionet që marrin në nivelin e mesatar prej 200 euro janë subvencionet konsiderueshme, ndërsa tek ne një fermë edhe me 3 hektarë, por qoftë me 10 hektarë me 100 euro, subvencionet do të shkojnë në 1.000 euro. Pra sa çmerr një fermë në Europë për 5 hektarë. Pra edhe në këtë sens nuk konkurrojnë dot me Europën dhe me prodhimin evropian, nëse do të mbetemi vetëm në këtë drejtim. Por është më shumë efektiv, është me më shumë interes, besoj, dhe më nxitës për prodhimin, nëse ne ndihmojmë pra me anë të zhvillimit rural, me anë të zhvillimit në teknologji, me anë të zhvillimit në mekanik, por edhe me ndërhyrje që duken indirekte, siç është për shembull vaditja, se shpejti do të vi, po afrohet pra vera, do të fillojë fatësira, dhe po kaloj, me thënë, nga shiu mbreshët, në rastin e dimër kishin përmbytje, në verë do të fillojë fatësira, pra kemi ende një problem madhor që nuk e kemi sillur dhe që kërkon ndërhyrje masive publike, që janë sistemet e vaditjes dhe sistemet e kullimit. Që gjitha këto nuk zgjidhen me anë të fondeve direkte, pra pagesës për hektar, por me anë të formave dhe mënyrave të tjera. Fermerët paralajmërojnë falimentime nëse nuk ka mbështetje. A rrezikon qeveria të përballet me një krizë sociale në zonat rurale? Po, kjo është e vërtetë që fermerët rrezikojnë ta ndërpresin aktivitetin sepse investimi është shumë i lartë, me kostot e reja investimi është shumë i lartë dhe ato nuk e dinë çfarë kanë përballë, pra mundësia e shtitjes do të jetë shumë më e ulët se më parë, për shkak të çmimit të lartë dhe për shkak të konkurrencës më të madhe nga importi. Kështu që problemi vërtet është nga problem ekonomik, pastaj kthehet në problem social me të gjitha pasojat. Dhe sigurisht pra që nuk është se është ndaluar praktikë e fshatit në zonë, ndoshta ka rënë pak ai ritmi i praktikës së fshatit, por praktika do të bëhet edhe më e fortë, do të bëhet edhe më e shpejtë dhe me pasoja edhe më të rënda. Pra ato aktivitete ose ato ekonomi që kishin filluar tekstin, tani rrezikojnë të ndërpriten duke sjellë një efekt zinxhiri, sepse lidhen me të gjithë ekonominë e zonës dhe me aktivitetet e tjera që mund të jenë aty, qoftë me restorantet, me agriturizmet, por edhe me shkollat, edhe me rrugët dhe me çdo gjë tjetër. Pra nuk është kur bëhet fjalë për bujësinë, bujësia nuk është vetëm problem ekonomik pra që të prodhojmë nga fushat, por është po aq edhe problem social pra që lidhet me zhvillimin e zonës. Dhe prandaj politika europiane pra ka dy shtylla që i përfshin të dyja dhe ndihmesa direkte ose pagesa direkte, por edhe zhvillimin e territorit, pra zhvillimin rural. Dhe kjo së fundmi po merr edhe një forcë edhe më të madhe me politikat e reja europiane, që ne akoma jemi mbrapa, sepse sapo kemi filluar të strukturojmë pushtetin lokal, të bëhen ndryshime të tjera, pra do të presin sa të bëhet gjitha e ristrukturimi i pushtetit lokal nga e para, duhet krijojmë institucione të reja që të jenë gjendje të kërkojnë fonde, të kërkojnë para, të ngrejnë projekte. Pra edhe këtu ne kemi mungesa dhe kemi mangësi që të kompensonim për atë anën ekonomike të subvencioneve direkte. Mendoj që duhet vëmendje shumë e madhe që ka munduar, për herë të parë pra u futën pak elemente të zhvillimit rural, por duhet futur patjetër pra zhvillimi rural në projektet që ka qeveria. Dhe këto nuk mund ta bëjë pushteti lokal, sepse pushteti lokal tek ne nuk ka historikisht nuk ka pasur kapacitete, nuk ka pasur kompetenca, nuk ka pasur as atë pavarësinë që të zhvillojë projekte në mënyrë të pavarur dhe të garantojë zhvillimin ekonomik
dhe social të territorit. Prandaj duhet ndihmë shumë e madhe nga qeveria kundrejt pushtetit lokal, në mënyrë që të zhvillohet dhe ky aspekt, pra kjo plan e zhvillimit të territorit, pra të zhvillimit rural. Lidhura pra jo vetëm me prodhimin, por edhe me çështjet sociale, qoftë me shkolla, qoftë me shërbime shëndetësore, me rrugë, por mbi të gjitha dhe me komunikimin sot, pra. Ka një ndoshta për fat mirë nuk kemi komunikim, pra ekzistojnë ato të paku telefonia mobile ekziston, pra ose rrjetet e internetit janë edhe në zonat rurale, por kudo ka nevojë për shumë më tepër dhe që të bëhet më shumë. Do të Fizoa, po krijohet një paradoks në treg, importet shtrenjtë dhe prodhimi i vendas që pritet të shtrenjtohet. Kush e paguan në fund këtë situatë? Do jetë konsumatori? Këtë e paguajmë gjithë. Paguajmë gjithë, sepse do të thotë që më shumë para dalin nga xhepat tanë pas një përfitim. Pra, nëse është shumë më mirë që edhe kur është një prodhim i shtrenjtë ta blejmë në zonë, sesa një prodhim pak më të lirë ta blejmë jashtë. Por kjo është e vështirë, sepse të gjithë përballemi me atë që kundrejt të çmimi më të lirë, gjithse kush ka nevoja të ditës, nevoja emergjente që i duhet kursej para, nuk ka para mjaftueshëm, dhe shumë herë shkon tek produkti më i lirë. Por produkti më i lirë i nxjerr para të jashtë, pra produktet e importit i nxjerrin para të jashtë nga ekonomia e jonë. Janë para që nuk futen në qarkullim, nuk ngelen tek ne, jo vetëm për taksa, është gjëja e fundit, pra taksat që mund marrë shteti dhe që presupozohet që shteti pastaj do t'i investojë në shërbime për ne. Por janë para direkte, pra që shkon tek një fermer që i merr këto para, pastaj do të paguajë, do të blejë mbrapsht një shërbim tjetër privat, për shtëpinë ose për gjëra të tjera. Pra, janë para që do i qarkullojnë në ekonominë lokale dhe kjo është një më të rëndësishme, pra që edhe këtu qeveria jonë ose politika jonë ka munguar ta bëjë, pra që të nxjisë riqarkullimin e paras në ekonominë lokale, por fare thjesht dhe në mënyrë më të lehtë mundshme parat tona dalin direkt nga xhepat tanë dhe shkojnë jashtë vendit, pa lënë asnjë vlerë të shtuar për ne. Kjo është problematika. Mesazhi që unë mund të them është më mirë të blejmë produktet e shtrenjta vendi sesa produkte të tjera importi, sepse në këtë mënyrë jo vetëm ndihmojmë pra fermerët, por kemi ndihmuar veten tonë, sepse risigurojmë qarkullimin e paras brenda ekonomisë tonë lokale. Por në realitet kjo është e vështirë që të bëhet, se po kishte kaq thjesht, do ta kishim bërë të gjithë. Pra, mund të jetë kjo një shenjë se zinxhiri i furnizimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore tek ne në Shqipëri ka probleme serioze nga transporti deri tek ndërmjetësit në treg. Po, është vërtet që ka probleme serioze dhe këtë tregon fakti që shumë më lehtë të gjesh në tregun shqiptar prodhime importi sesa prodhime vendi. Dhe është e çuditshme, në fakt nuk është e çuditshme, por është shumë më lehtë për fermerët që të shesin teknikat e grumbullimit, të cilat i çojnë produktet në eksport, sesa prodhimi nga fermat ose nga serat shqiptare të përfundojnë në dyqanet dhe në tavolinat shqiptare. Ndoshta këtu një rol jo të vogël luan dhe të vëshëja finale, jo të vëshëja midis prodhuesve, por të vëshëja finale që paguajnë ne si konsumatorë prej 20%. Kjo është nga të vëshët më të larta në Europë, por lidhur me ushqimin. Shumë vende nuk kanë të vëshë për ushqimin, sepse ushqimi quhet një nevojë bazike, një nevojë etike, dhe nuk mund ta taksosh, pra, nuk mund të taksosh nevojat etike dhe bazike që kanë njerëzit si ushqimi. Shumë vende të tjera e kanë të vëshë të ushqimit të reduktuar, që mund shkojë deri në 10%, ose për produktet veçanta si ushqimin për fëmijët ose ushqimet të tjera e kanë me përshëndetje të vëshë zero, ndërsa ne kemi të vëshën me 20%. Dhe kjo shkakton çmime më të larta dhe sigurisht të rënje të kërkesës. Dhe shkakton dhe probleme në zinxhirin e tregtimit, pra si do të përfundojë nga ferma deri tek dyqani, sepse fermerët nuk janë subjekte të vëshës, ndërsa dyqanet dhe ndërmjetësit janë subjekte të vëshës. Dhe kjo shkakton frikime, shkakton përplasje, shkakton pakënaqësi midis të gjitha palëve dhe si rezultat jemi aty ku jemi sot, pra që është më lehtë të eksportosh sesa
që një produkt lokal të shitet në dyqanet tona me TVSH. Pra, redukimi i TVSH-s do të ishte një hap i parë, një zgjidhje e mirë që të rritet fuqia e blerëse e konsumatorëve, por edhe fermerëve në fund të zinxhirit, ndoshta e ngelen pak më shumë para, do të përfitojnë pra nga rritja e çmimeve që këto para që merr shteti si taksë, një pjesë t'i shkojë fermerëve. Por është edhe pjesa tjetër pra që ka filluar ndërhyrja, që është rimbursimi i TVSH-s që bëhet për inputet. Në fakt nuk është një gjë e vogël, është një hap i madh dhe është një shumë e konsiderueshme, pra është një kthim i mirë i parave që kanë investuar fermerët, pra i kompensimi me 10% i TVSH-s së faturës kur ato shesin tek një subjekt me TVSH. Por edhe këtu kemi tjetër problem që zgjatja e kohës që nga momenti kur fermeri ka paguar parat për inputet deri në momentin kur i merr mbrapsht të 10% të faturave me TVSH që ka shitur, është shumë e gjatë. Pra, teorikisht është 6 muaj, por në praktikë mund të shkojë edhe shumë më tepër. Sepse ti për shembull ke blerë inpute në dhjetor, i ke shitur në mars dhe parat do t'i marrësh do të bësh kërkesën që parat të kthehen në qershor dhe parat ndoshta e merr nga koriku ose nga gushti. Pra shkon edhe këtu, nëse pra burokracia do të punojë mirë, bëhet fjalë për 8-9 muaj vonesë. Dhe sidomos në periudhë krize si tani, 8 muaj vonesë do të thotë 10% inflacion, do të thotë që ato para që ti ke harxuar për vlera kimike më parë, tani nuk mjaftojnë as për blerë gjysmën e sasisë vlerave kimike, pra më vonë, ose të farave, ose të naftës. Pra dhe këtu shteti do të ishte treguar, qeveria do të ishte treguar shumë më shpejt në rimbursimin e vlerës së TVSH-s së faturave për fermerët. Dhe kjo ndikon patjetër edhe në ato plishjen e zinxhirit dhe në vështirësitë që kanë fermerët që të shitet, pra që prodhimi vendas të shitet me fitim dhe që në fundit ne që i paguajmë taksa, pra nga ku del ky rimbursim TVSH-s, kemi edhe ne një përfitim pra që kemi prodhime lokale me prodhime vendase me çmim më të ulët dhe prodhime me standarde dhe të sigurta.